Përshëndetje, sot do të përgatisim syfyr dita 1. Ju uroj të gjithëve një harxhim të lehtë dhe të pranuar. Receta e ditës së sotme është pilaf me mish pule. Si fillim do të skuqim qepën me pak gjalp derisa të kavërdiset mirë, pra të marrë një ngjyrë të artë. Për disa sekonda dhe mbasi kemi larë orizin 2-3 herë me ujë të ftohtë, e hedhim në të, duke u skuqur mirë së bashku me qepën përsëri. Nëse ka nevojë mund t'i shtoni edhe pak gjalp. Për disa sekonda do të skuqim orizin. Tani orizi ka marrë ngjyrën e artë dhe është gati për ta vendosur në tavë. Si fillim, hedhim orizin që kemi skuqur së bashku me qepën. Unë kam përdorur 2 gota oriz, kështu që edhe ujin do të përdorim 4 gota ujë. Unë kam marrë lëngun e mishit pasi pula ishte pulë fshati, pra e freskët. Dhe gjithashtu do të vendosim edhe mishin e pulës në të. Dhe do ta pjekim në furrë me 200 gradë për 40 minuta, pra derisa pilafi të ketë pirë të gjithë lëngun. Mbas 40 minutash, ja se si duket pilafi. Del shumë i shishëm dhe është një recetë shumë e thjeshtë. Ju bëf të mirë dhe harxhim të lehtë e të pranuar. Nëse doni, na bëni subscribe për video të tjera.